26 vite më parë, rreth orës 9:30 të mëngjesit, rreth 500 ushtarë të Serbisë hynë Celin nga 4 drejtimet. Në këtë masakër i vranë 82 civil të moshave të ndryshme, 18 nga trupat i dogjen e 13 nga të vrarit ishin fëmijë. I kujtoj me dhimbje Albanin, Bledarin, Besartin, Altinin, Albulenën, Suzanën, Burbuqen, Ramazanin, Mejremen, Gzimin, Bedrushin, Albanin, si dhe Almën, e cila ishte vetëm 18 muajsh. Masakra e tmerrshme e Celinës nuk ka ndodhur e vetme. Tërë stina e pranverës është mbushur me përvjetor të masakrave që shteti i Serbisë i ka kryer mbi shqiptarët në Kosovë. Veçanërisht nga 24 marsi i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s mbi Jugosllavinë e Miloševićit, pikërisht për ta ndalur gjenocidin e Serbisë, ajo i pat intensifikuar dhe brutalizuar të gjitha veprimet e saj mizore për ta përshpejtuar spastrimin etnik që synonte shfarosjen tonë. Gjatë kësaj periudhe, forcat armatosura ushtarake dhe policore serbe vranë mijëra njerëz të pafajshëm e të pambrojtur, teksa torturuan, plaçkitën e përdhënuan mijëra të tjerë, si dhe djegën e shkatruan prona dhe pasuri me vlerë të pallogaritshme kudo në Kosovë.